Shitjet e Teslas në Francë dhe Suedi ranë nga viti në vit për të tretin muaj radhazi në mars, duke reflektuar shifrat më të ulta të shitjeve tremujore në këto vende që nga viti 2021. CEO Elon Musk, një aleat i ngushtë i presidentëve të Bashkuara, Donald Trump, ka nxitur polemika duke u ballafaquar me partitë ekstreme të djathtë në Evropë, gjë që ka shtuar rënien e shitjeve të Teslas përpara lançimit të shumëpritur të automjetit të ri sportiv Model Y. Analistët presin që të dhënat nga Franca, Suedia dhe tregjet e tjera kyçe evropiane të ofrojnë një tregues të rëndësishëm të dërgesave globale të grupit në tremujorin e parë dhe të ndjenjes së konsumatorit ndaj markës. Tesla regjistroi në mars 3157 shitje makinesh në Francë dhe 911 në Suedi, duke rënë përkatësisht 36.83% dhe 63.9% nga viti i kaluar, treguan të dhënat zyrtare. Shitjet e saj tremujore ranë 6693 në Francë dhe 1929 në Suedi. Tregu i grupit në Francë ra në 1.63% në tremujorin që përfundon në mars, të humbit të rënde markave si BYD dhe prodhuesve të tjerë kinez të makineve elektrike, pjesa totale të cilëve u rrit në 3.19%. Tesla aktualisht përballet me një sër sfidash në Evropë. Prodhuesi ka një linjë më të vogël dhe të vjetër, ndërsa rivalet tradicional të automjeteve dhe hyrjet e reja kineze po nxjerrin në treg modele të reja elektrike shpesh më të lira. Mbështetja e Musk për partitë ekstreme të djathtë në Evropë, duke përfshirë AfD në Gjermani që doli e dyta në zgjedhjet kombëtare të shkurtit, duke gjithashtu se ka dëmtuar shitjet e kompanisë në kontinentin e vjetër. Në përgjigje të aktivizmit të krahut të djathtë të Musk, makinat Tesla janë bërë objektive vandalizmi në disa vende, ndërsa protestat Tesla Takedown janë planifikuar në të gjithë Evropën dhe Shtetet e Bashkuara. Disa ditë më parë, Musk tha se një zjarr në një pikë shitjesh Tesla në Rom që shkatroi 17 makina ishte një akt terrorizmi, duke përsëritur komentet e mëparshme të Trump.